Ju përshëndes të gjithëve, do jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua Ernilda Luze. Parashikimet për rritjen ekonomike të vendit ton janë shumë optimiste. Sipas të dhënave më të fundit bazuar në shifrat e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Shqipëria pritet të jetë një nga vendet me rritjen më të shpejtë të prodhimit të brendshëm bruto për frym në botë në vitet e ardhshme. Shqipëria pritet të jetë një nga vendet me rritjen më të shpejtë të prodhimit të brendshëm bruto për frym në botë në vitet e ardhshme. Sipas një analizet publikuar nga Visual Capitalism bazuar në të dhënat e Fondit Monetar Ndërkombëtar, vendi rënditet i 6 në nivel global për periudhën 2026-2030. Sipas projeksioneve, prodhimi i brendshëm bruto për frym në Shqipëri pritet të rritet me rreth 32.1% gjatë kësaj periudhe. Ky tregues përdoret për të matur nivelin e jetesës, pasi tregon sa të ardhurat prodhon ekonomia për çdo banor. Në krye të listës rënditet Moldavia, e ndjekur nga Guajana dhe Turkmenistani, ndërsa në rajon bie në sy edhe Serbia dhe Armenia. Lista dominohet nga vende në zhvillim, veçanërisht në Europën lindore dhe juglindore. Sipas publikimit, rritja e shpejtë në këto vende lidhet kryesisht me investimet, zhvillimin e sektorëve kyçe dhe përpjekjet për t'u afruar me standardet e Bashkimit Evropian, dhe Shqipëria nuk bën përjashtim nga ky trend. Në rastin e vendit tonë, disa faktorë duket se po e shtyn këtë rritje. Turizmi ka njohur një zgjerim të fortë vitet e fundit dhe po sjell më shumë të ardhurar në ekonomi, po ashtu investimet e huaja në energji, ndërtim dhe infrastrukturë kanë rritur aktivitetin ekonomik. Megjithatë, duhet patur parasysh një fakt i rëndësishëm. Shqipëria nis nga një nivel më i ulët i të ardhurar për frym krahasuar me vendet më të zhvilluara. Kjo do të thotë se është më e lehtë të arrihen norma të larta rritje në përqindje, po ashtu emigracioni mund të luajë një rol që shpesh anashkalohet, largimi i popullsisë ul numrin e banorëve dhe në mënyrë automatike rrit PBB-n për frym, edhe nëse ekonomia nuk është rritur në të njëjtën masë. Tregu i pronave në Shqipëri shfaqe diferenca të ndjeshme të çmimesh. Në Tiranë dhe zonat bregdetare pronat janë nga më të shtrenjtat, ndërkohë në qytetet si Shkodër dhe Gjirokastër në ofertë janë prona më të përballueshme dhe mundësi më të mëdha investime. Tregu imobiliar në Shqipëri paraqet një panoramë të larmishme të çmimesh, ku vlera e pronave ndryshon ndjeshëm në varësi të qytetit, pozicionit gjeografik dhe tipologjisë së banesës. Të dhënat nga Investropa tregojnë se zonat bregdetare dhe kryeqyteti vijojnë të kenë çmimet më të larta, ndërsa qytetet e tjera ofrojnë alternativa më ekonomike për blerësit. Ky diferencim lidhet ngushtë me zhvillimin ekonomik, turizmin dhe kërkesën në rritje për prona, si për banim ashtu edhe për investim. Në Durrës apartamentet kushtojnë mesatarisht nga $50.000 deri në $90.000. Ky qytet mbetet një nga destinacionet kryesore për investime, i nxitur nga turizmi dhe afërsia me kryeqytetin. Sigurisht kjo kosto rritet ndjeshëm në zonat më të kërkuara pranë vijës bregdetare apo për apartamente me pamje nga deti, si në varësi të sipërfaqes dhe standardit të ndërtimit. Po ashtu në Vlorë çmimet e apartamenteve vijojnë nga $45.000 deri në $80.000, duke reflektuar rritjen e kërkesës për pronat në Bregdet, sidomos gjatë viteve të fundit me shtimin e turistëve. Ndërkohë në Tiranë tregu mbetet më i shtrenjtë krahasuar me pjesën tjetër të vendit. Apartamentet 1+1 luhaten nga $60.000 deri në $100.000, të ndikuara nga urbanizimi, zhvillimi ekonomik dhe kërkesa e lartë për banim dhe investim. Çmimet në kryeqytet priren të rriten më shpejt, veçanërisht në zonat qendrore dhe ato me infrastrukturë të zhvilluar, duke bërë Tiranën një nga tregjet më aktive në vend. Në qytetet e tjera çmimet janë më të përballueshme. Në Shkodër, shtëpitë familjare me oborr në zonat periferike varojnë nga $40.000 deri në $70.000, duke ofruar hapësirë më të madhe dhe kosto më të ulët për familjet. Ndërsa në Gjirokastër, shtëpitë kushtojnë nga $35.000 deri në $60.000, duke tërhequr interes jo vetëm për banim, por edhe për investime në turizëm dhe bujtina karakteristike. Tendencat aktuale sugjerojnë një interes në rritje nga investitorët vendas dhe të huaj, ndërsa zhvillimet infrastrukturore dhe rritja e turizmit pritet të ndikojë më tej në çmimet e pronave në vitet në vijim. Task Forca e karburanteve vijon kontrollet në terren. Pas Elbasanit, ekspertët e tatimeve dhe doganave vijuan inspektimet në pikat e karburanteve në Korçë dhe në Pogradec. Në njësitë e shitjes janë evidentuar shkelje të rënda të legjislacionit tatimor. Kontrollet do të vijojnë deri më 30 qershor në të gjithë vendin. Taskforca e ngritur për kontrollin e pikave me shumicë dhe pakicë të karburanteve po ushtron inspektim në të gjithë territorin e vendit. Në kuadër të planit operacional për monitorimin e tregut të produkteve energjitike,
Pas aksionit në Elbasan, administratat tatimore dhe administratat doganore vijuan kontrollet në disa subjekte të tregtimit të karburanteve në Korçë dhe Pogradec. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve bën me dije se gjatë verifikimeve u konstatuan shkelje të rënda të legjislacionit tatimor, ndërsa dokumentacioni jo tatimor i gjetur në këto subjekte u sekuestrua për vijimin e hetimeve dhe referimin e rasteve në organet e drejtësisë. Ndërsa bëhet me dije se kontrollet do të vijojnë në të gjithë territorin me fokus parandalimin e abuzimeve me çmimet e karburanteve dhe formalizimin e sektorit të hidrokarbureve. Task Forca e përbashkët për këtë qëllim u ngrit më 13 mars dhe do të jetë në terren deri më datën 30 qershor 2026. Kontrollet do të ushtrohen në të gjithë territorin e vendit, mbi bazën e analizës së riskut, fokusuar më shumë tek subjektet që ushtrojnë aktivitet në tregtimin me pakicë të karburanteve. Por çfarë do të kontrollohet konkretisht? Gjatë kontrolleve do të verifikohet përputhshmëria e sasisë së karburantit të furnizuar dhe të shitur, origjina e produktit, fiskalizimi i shitjeve, përputhshmëria e çmimeve të afishuara me faturat fiskale si dhe regjistrimi i punonjësve. Ky kontroll synon formalizimin e tregut të karburanteve dhe garantimin e transparencës në zbatim të ligjit dhe mbrojtjes së qytetarëve nga abuzimet me çmimet e karburanteve. Kjo task force u ngrit si një instrument kontrolli, nxitur nga rritja e çmimit të karburanteve për shkak të konfliktit në lindjen e mesme, i cili konsiderohet gjithashtu edhe si një moment ku mund të ndodhin abuzime të shumta, duke mos reflektuar çmimet reale të bursës dhe duke shkaktuar kosto të larta dhe të padrejta për qytetarët shqiptar. Kroqera e parë e sezonit mbërri në Sarandë, 2600 turistë të huaj zbarkuar në portin e qytetit, i cili është në pritje të fluksit të vizitorëve për gjatë gjithë vitit, volumi më i lartë i të cilëve mbërrin në sezonin veror. Vitet e fundit, Saranda shënon fluks në rritje të turistëve përtej sezonit veror. Qyteti bregdetar i Sarandës njihet për ujërat e tij të kristalta, plazhet mahnitëse dhe monumentet e shumta kulturore dhe arkeologjike. Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale publikoi pamjet e kroqerës së parë që ka mbërritur në Sarandë, duke shënuar nisjen e një tjetër sezoni të rëndësishëm për turizmin e kroqerave në jug të vendit. Ania turistike ka rreth 2600 turistë në bord nga vende të ndryshme të botës. Kroqera mbërriti në Sarandë nga Italia dhe pritet të vazhdojë itinerarin e saj drejt Greqisë. Ndërkohë, Saranda vazhdon të mbetet një nga destinacionet më tërheqëse në jug të vendit, duke mirëpritur çdo vit mijëra vizitorë vendas dhe të huaj. Me klimën mesdhetare, ujërat e pastra, qyteti ofron një kombinim të plotë për pushime relaksuese dhe përvoja unike. Fluksi i turistëve në Sarandë dëshmon jo vetëm për popularitetin në rritje të rivierës shqiptare, por edhe për ndikimin pozitiv që turizmi po sjell në ekonominë vendase. Saranda ofron një kombinim të përsosur për pushime relaksuese. Vizitorët kanë mundësinë të eksplorojnë një sër atraksionesh të njohura si Kalaja e Lëkursit, Manastiri 40 shenjtorëve, Parku Kombëtar i Butrindit, pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, syri kaltër me burimet e tij magjepsëse natyrore si dhe plazhet e Ksamilit. Gjatë janarit 2026, numri i vizitorëve në struktura turistike të Shqipërisë u rrit me 15.1%, ndërsa net qëndrimet u rritën me 9%, me rritje më të madhe tek vizitorët rezident. Rajoni i Qendrës dhe Veriut rreqen më shumë turistë, ndërsa Italia dhe Kosova mbajnë pjesën më të madhe të vizitorëve të huaj. Gjatë muajit të parë të vitit 2026, numri vizitorëve që u akomoduan në strukturat akomoduese në Shqipëri shënoi një rritje të ndjeshme prej 15.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ky trend tregon se edhe në muajin e janarit, kur nuk konsiderohet sezon turistik i lartë, turizmi në vend vazhdon të regjistrojë fluks pozitiv vizitorësh. Të dhënat e Instat tregojnë se vizitorët rezident kanë shënuar një rritje prej 16.8%, ndërsa vizitorët jo rezident u rritën me 13.8%. Një faktor i mundshëm që ndikoi në këtë trend është prezenca e emigrantëve që vizituan vendin gjatë festave, të cilët përveç takimeve familjare mund të kenë zgjedhur edhe të bëjnë pushime. Sa i përket net qëndrimeve, ato gjithashtu shënuan një rritje të përgjithshme prej 9%. Në detaje, net qëndrimet e vizitorëve rezident u rritën me 16.4%, ndërsa vizitorët jo rezident regjistruan një rritje më modeste prej 4.3%. Analiza rajonale tregon se qendra e vendit vazhdon të jetë destinacioni më i frekuentuar nga vizitorët, e ndjekur nga Veriu, ndërsa Jugu ka numrin më të ulët të tyre.
edhe zonat jo bregdetare kanë tërhequr një numër të konsiderueshëm vizitorësh, duke sugjeruar një diversifikim të interesit turistik dhe zhvillimin e turizmit brenda vendit. Për sa i përket vizitorëve të huaj, Italia dominon me pjesëmarrjen më të madhe duke përbërë 25% të totalit, e ndjekur nga Kosova me 14%, Gjermania kontriboi me 6%, ndërsa Mbretëria e Bashkuar dhe Franca sollën respektivisht 5 dhe 4% të vizitorëve të huaj. Kjo tregon se Shqipëria vazhdon të mbetet një destinacion atraktiv për vendet fshinje dhe europiane, madje edhe jashtë sezonit të verës. Në aspektin e performancës në hotele, norma e shfrytëzimit të dhomave arriti në 15.4%, një rritje nga 14.5% që ishte në janarin e vitit 2025. Ky tregues tregon një zhvillim gradual të turizmit, duke reflektuar një interes më të qëndrueshëm të vizitorëve për të qëndruar në hotele, edhe në periudha jashtë sezonit të madh turistik. Rritja e shpejtë e konsumit është përkthyer në më shumë të ardhura edhe për buxhetin e shtetit. Në 2 muajt e parë të këtij viti, organet fiskale kanë arkëtuar mbi 130 miliard lek, duke treguar një performancë të mirë në mbledhjen e të ardhurave. Rritja më e lartë e të ardhurave në buxhet erdhi nga taksa e vlerës së shtuar. Viti 2026 ka nisur mbar për financat publike. Buxheti i shtetit vetëm në 2 muajt e parë të vitit ka arkëtuar 130.3 miliard lek apo rreth 1.3 miliard euro. Të dhënat paraprake nga Ministria e Financave tregojnë se të ardhurat totale për periudhën janar-shkurt 2026 rezultuan në 104.4% e planit të periudhës dhe 13.4 miliard lek ose 11.5% më shumë se e njëjta periudhë një viti më parë. Të ardhurat tatimore të mbledhura nga administrata tatimore kanë pasur performancë pozitive për muajt janar-shkurt 2026, duke u realizuar në shumën 47.7 miliard lek apo 3.6 miliard lek më shumë se 2 mujori i vitit 2025. Edhe në raport me planin, janë mbledhur 1.4 miliard lek më shumë. Në nisje të vitit duket se konsumi vijon të udhëheqë rritjen. Të ardhurat nga TVSH arkëtuar neto u realizuan në shumën 18.5 miliard lek, 14.9% më shumë se 2 mujori 2025, duke te i kaluar gjithashtu planin me 1.7 miliard lek. Nga tatimi mbi të ardhurat personale, u mblodhen 14.1 miliard lek me rritje rreth 3.8% në raport me 2 muajt e parë të 2025-s. Të ardhurat nga sigurimet shoqërore dhe shëndetësore u arkëtuan në vlerën e 32.2 miliard lek, me rritje prej 7.7% krahasuar me 2 mujorin 2025. Nga tatimi mbi fitimin, u mblodhen 7.4 miliard lek për janar-shkurt 2026, ndërsa nga taksat nacionale 7.7 miliard lek. Të ardhurat e mbledhura nga administrata doganore për janar-shkurt 2026 u realizuan në vlerën 33.1 miliard lek, apo 91.7% e planit. Të ardhurat nga TVSH në import ishin në vlerën 21.5 miliard lek, të ardhurat nga akciza rezultuan 10 miliard lek apo 5.9% më shumë se njëjta periudhë një viti më parë. Nga renta minerare në eksport për periudhën janar-shkurt 2026 u arkëtuan 234 milion lek, ndërsa të ardhurat nga taksat doganore u rritën në 1.3 miliard lek. Shpenzimet e përgjithshme publike për periudhën 2 mujore të vitit 2026 arritën në rreth 100.6 miliard lek me një realizim në masën rreth 92% e planit të periudhës, ndërsa krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025, ky zë ka rezultuar rreth 6.7 miliard lek më shumë. Eksportat e mallrave ju rikthyen rritjes në muajin shkurt. Zjerimi është mbështetur kryesisht nga energjia dhe makineritë. Megjithatë, rimëkëmbja mbetet e brisht pasi sektor kyç si fasoni dhe ushqimet vijojnë rënjen. Eksportet e mallrave u rikthyen në rritje në muajin shkurt duke dhënë sinjale të para të stabilizimit pas një viti të vështirë për tregtinë e jashtme, megjithëse ritmi i rritjes mbetet ende i kufizuar. Sipas të dhënave zyrtare, eksportet arritën në 30.9 miliard lek me një rritje prej 2.8% krahasuar me shkurtin e vitit kaluar dhe 15.8% më shumë se në janar. Rritja është mbështetur në mënyrë të dukshme nga një bazë ngushtë sektorësh. Sektori i lëndëve djegëse dhe energjisë e mineraleve shënoi një rritje të fortë prej 31.1%, ndërsa makineritë dhe pajisjet u zgjeruan me 6.4% duke vepruar si shtyllat kryesore të eksporteve. Kjo tregon se performanca pozitive është e përqendruar dhe jo është përndar gjithësisht në ekonomi. Në të kundërt, sektorët tradicional të eksporteve vijojnë të japin sinjale dobësie. Ushqimet, pije dhe duhani ranë me 14.4%, ndërsa tekstile dhe këpucët, një nga sektorët kryesor të punësimit në vend, u tkurrën me 3.6%. Rënja u regjistrua dhe në materialet e ndërtimit dhe metalet me 6.6%, duke reflektuar një kërkesë më të dobët të jashtme dhe presionin në industrinë prodhuese. Nga ana tjetër, importet u rritën me 0.8%, duke arritur në 68 miliard lek, por struktura e tyre jep sinjale më të forta për aktivitetin ekonomik.
Rritja e ndjeshme e importeve të makinerive dhe pajisjeve me 21.5% sugjeron investim ose zgjerim aktiviteti, ndërkohë importet e mineraleve dhe energjisë postuan rënje me 30.6%, duke reflektuar ndryshime në strukturën e furnizimit. Si rezultat, deficiti tregtar mbetet i lartë në 37.1 miliard lekë megjithëse me një rënje të lehtë në terma vjetor. Në aspektin e treggjeve, eksportet shqiptare kanë shënuar rritjen më të fortë drejt Kosovës dhe Gjermanisë, përkatësisht me 37.1% dhe 34.7%, ndërsa rënja është regjistruar në tregjet kyçe si Italia dhe Spanja. Nga ana tjetër, importet janë rritur ndjeshëm me Kinën dhe Kosovën, ndërsa kanë rënë nga Italia dhe Turqia duke reflektuar ndryshime në burimet e furnizimit. Bashkimi Evropian mbetet partneri kryesor tregtar i Shqipërisë, duke përbërë 56.3% të shkëmbimeve totale. Eksportet drejt vendeve të BE-s janë 70.3% të totalit, ndërsa importet nga BE-ja përbëjnë 49.9%. Transaksionet e kryera në arkat e bankave kanë shënuar rënje. Kjo tregon ndryshimin gradual në mënyrën se si qytetarët dhe bizneset kryejnë veprimet bankare. Ata po shfrytëzojnë mundësinë e përdorimit të shërbimeve bankare online dhe të bankomateve që ofrojnë edhe depozitimin e parave. Ju ka bërë ndonjëherë përshtypje se sa rrath të gjatë ka në bank për të kryer veprime në ark? Shumica njerëzve kërkojnë të marrin shërbime në atë njësi, si sa në njësitë e tjera të bankave tregtare, siç mund të jenë sporteri kredis, hapja llogarive bankare e aplikacioneve apo të tjera. Pra arka ka volumin më të madh të veprimeve. 2025 ka ndryshuar këtë trend. Gjatë vitit e kaluar, qytetarët dhe bizneset shqiptare kanë kryer më pak transaksione në arkat e bankës se sa në 2024. Sipas të dhënave më të fundit nga Banka e Shqipërisë, veprimet e realizuara përmes arkës kanë zbritur në 7.1 milion, rreth 4.7% më pak se në vitin paraardhës. Edhe vlera e transaksioneve ka pësuar të njëjtën gjë. Statistikat zyrtare flasin për një rënje me 2.8% të parave që kanë lëvizur përmes arkës, nga 2.6 trilion në 2.5 trilion lek. Si depozitimet, ashtu edhe tërheqjet kesh në sportelin fizik të bankës janë zvogluar, por tërheqjet rezultojnë të kenë ndikuar më shumë. Fillimisht, ulja e depozitimeve kesh në ark vjen për një sër faktorësh, pavarësisht se nuk jemi akoma në nivelet e duhura, sërish përdorimi i pangingut në shtëpi po rritet ditë ditës. Më shumë individë e biznese po realizojnë veprime bankare nëpërmjet telefonit nga aplikacioni apo faqja online e bankës, duke shmangur kështu radhët e pritjes në arkën e bankës dhe kursyer kohë për angazhime të tjera të tyre. Nga ana tjetër, shtimi më shumë bankomateve, të cilat ofrojnë edhe mundësinë e depozitimit të parave, jo vetëm të tërheqjes, ka ndikuar në të dy këto tregues. Shumë qytetarë nuk kanë arsye pse të futen në bank për të depozituar para në llogarinë e tyre, kur këtë mund ta bëjnë lehtësisht për pak sekonda, kudo dhe kurdo nga bankomati. Këtu përjashton rastet ku individi duhet të tërheqë ose të depozitojë para në vlera shumë të mëdha se sa lejon bankomati. Për të rinjt shqiptar, jetesa po bëhet gjithnjë e më vështirë. Nga mungesa e mundësive për punësim, te pagat e ulta dhe kostot e larta të jetesës, brezi i ri po përballet me një realitet që mban ende të varur ekonomikisht nga familja. Të rinjt shqiptar përballen me sfida të shumta, të cilat lidhen kryesisht me punësimin dhe financat personale, duke qenë më të varur ekonomikisht nga familjarët e tyre në krahasim me moshatarët e tyre europian. Studentja dhe aktivistja Ridvana Hajdari shprehet se gjenerata Z në vendin ton, në përfundim të studimeve, haset me vështirësi në gjetjen e një pune të përshtatshme. Pagat janë të ulta dhe kostot e jetesës tepër të larta. Nuk duhet të shihet vetëm në aspektin individual si problematik, por është në mënyrën se si funksionon vetë sistemi. Të rinjt përballen me tregun e punës, i cili nuk i shpërblen as për arsimin dhe as për përpjekjet e tyre. Pagesat janë shumë të ulta, duke krahasuar me kostot e jetesës, dhe në qytete siç është Tirana, gjysma e pagës mujore të shkon për qiranë e apartamentit. Dhe në këto situata të rinjt detyrohen ose të vazhdojnë jetesën e tyre me familjen, ose të mbështeten financarisht nga ata në mënyrë që të përballojnë kostot e jetesës, kushtet minimale që secili duhet të arrijë të plotësojë. Të pasur këtë mentalitet parasysh që ti jeton sot për nesër, në bazë të pagesës që ti merr,
pastaj edhe vështirësitë edhe rëndesa bëhet më e madhe për këta të rinj, sepse ata përballen edhe me vështirësi në pasiguri, në vonesë për të arritur, për të marrë vendime të rëndësishme ose për të arritur për të krijuar autonominë e tyre, për t'ja dalë vetë në jetë dhe për të arritur për të marrë pavarësinë e shumë kërkuar dhe shumë të dëshiruar. Sipas Hajdarit, në vendin ton mungojnë politikat rinore për të krijuar kushte më të favorshme jetese. Kemi shtetin i cili nuk bën përpjekjen për të krijuar politika publike të cilat ju vinë në ndërmes të këtyre të rinjve. Qoftë internshipe me pagesë që ata të arrijnë të krijojnë një përvojë që deri nesër të zënë një pozicion pune në profilin që ata janë investuar, qoftë mbështetje financiare, qoftë përgjysmim të kostove që ata mund të kenë. Dhe duke pasur parasysh këtë situatë dhe këtë aktualitet, nuk mund të themi që të rinjt nuk kanë ambicia ose ju mungon vullneti, por ju mungon mjedisi dhe kushtet në të cilet ata mund të investohen për të arritur këtë pavarësinë e tyre. Hajdari thekson se të rinjt shqiptar mendojnë shpesh për emigrimin si e vetmja mundësi për të ndërtuar të ardhmen e tyre, edhe pse sfidat e emigrimit janë të mëdha. Sa kohë që Irani po mban peng transportin detar nga ngushtica e Hormuzit, prodhuesit e naftës po shfrytëzojnë rrugët alternative. Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë rritur 2 deri në 4 herë transportin nga tubacionet e tjera. Edhe vetë Irani ka rritur transportin e naftës së tij deri në 1.5 milion fuqi në ditë. Irani vazhdon të mbaj peng pothuaj të gjithë transportet detare përmes ngushticës së Hormuzit, pika e kalimit për rreth 20% të furnizimeve globale me naftë dhe gaz natyror. Me bllokimin praktik të Hormuzit, eksportuesit e gjirit po i zhvendosin rrjedhat e naftës në tubacione që anashkalojnë ngushticën. Sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, dërgesat përmes këtyre rrugëve alternative po rriten vazhdimisht. Arabia Saudite po rrit me shpejtësi flukset nëpërmjet tubacionit të saj lindje perëndim drejt portit të Jambus në detin e Kuq, ndërsa Emiratet e Bashkuara Arabe po rrisin eksportet nëpërmjet tubacionit që lidh fushat në tokë me portin e gjirit Omanit. Sipas raportit të marsit të tregut të naftës, rrjedhat në tubacionin lindje perëndim janë rritur nga 1.7 milion fuqi në ditë në vitin 2025 në një eksport rekord ditor prej 5.9 milion fuqi në ditë. Emiratet e Bashkuara Arabe po ndërmarrin një veprim të ngjashëm. Agjencia e Energjisë raporton se rrjedha përmes tubacionit që çon naftën në gjirin e Omanit është dyfishuar krahasuar me kapacitetin që kishte para krizës. Ndërsa vendet e gjirit përpiqen të gjejnë alternativa për Hormuzin, vetë Irani ka vazhduar të transportojë naftë me një ritëm prej 1.1 milion deri në 1.5 milion fuqi në ditë. Të premten forcat amerikane goditën Ishluin Harg, qendrën për rreth 90% e eksporteve të naftës së Iranit, një nga dobësitë më të ndjeshme të Teheranit. Lufta e SBA-Izrael kundër Iranit mban peng portet e gjirit. Garda revolucionare e Iranit ka paralajmëruar se çdo anije që kalon nëpër ngushticën e ngushtë do të jetë në shënjestër, që nga fillimi i përplasjes të paktën 22 anije civile, tankera, anije kontenierësh dhe transportues të tjerë të mallareve të mëdha janë sulmuar. Siç ndodh rëndom, rritja e çmimeve ndryshon edhe sjelljet konsumatore. Karburantet më të shtrenjta po shihen si një alternativë për më shumë shitje të makinave elektrike dhe hibride. Mundësia më e madhe për të ndodhur kjo është në Evropë. Rritja e çmimit të karburanteve nga lufta në Iran ka shkaktuar ankth dhe pasiguri për prodhuesit e makinave, tregtarët dhe pronarët e automjeteve. Në Bashkimin Evropian, çmimet e naftës janë rritur me 8% sipas Komisionit Evropian. Të dhënat e qeverisë britanike tregojnë se që nga 16 marsi çmimet mesatare të benzinës për litër në Britani janë rritur me 7% që nga fillimi i luftës. Çmimi mesatar i benzinës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për galon është rritur me 27% që nga fundi i shkurtit. Historia ka treguar se tronditjet e çmimeve të naftës mund të çojnë në ndryshime strukturore në zakonet e blerjes së makinave nga konsumatorët. Kriza energjetike e viteve 1970 i shtyu blerësit amerikan të makinave të zgjedhin automjete më të vogla, gjë që favorizoi prodhuesit japonez të makinave dhe gërryu pjesën e tregut të rivalëve të tyre amerikan. Analistët thonë se rritjet e fundit të ndjeshme të çmimeve të karburantit kanë të ngjarë të mos i ndryshojnë
vlerësojnë ndjeshëm modelet e blerjeve për makina të reja menjëherë. Shpesh duhet një periudhë e zgjatur për çmimet e larta ose ato që eklipsojnë një moment historik psikologjik përpara se blerësit e makinave të zhvendosin fokusin e tyre në zgjedhje më efikase të karburantit, thanë vëzhguesit e industrisë. Një rritje e interesit për automjetet elektrike është më e mundshme në Europë, ku makinat plotësisht elektrike përbënin 19.5% të shitjeve në vitin e kaluar. Në Gjermani, trafiku i lidhur me automjetet elektrike për shitjen online të makinave me inato është rritur me 40% që nga fillimi i luftës në Iran. Midis 2 marsit dhe 12 marsit, deri në 66% e blerësve po shikonin automjete elektrike, nga 55% në fund të shkurtit, tregojnë statistikat. Në tregun amerikan, ekspertët e industrisë thonë se një lëvizje e madhe drejt automjeteve elektrike është e pamundur, përveç nëse çmimet e karburantit rriten shumë më tepër. Kthimi i Ukrainës në një lider botëror në prodhimin e teknologjive kundër dronave për Britaninë është një mundësi prodhimi. Kryeministri Starmer dhe presidenti Zelenski ranë dakord për bashkëpunimin mes tyre. Edhe NATO e sheh këtë teknologji të dronave dhe antidronave si element për sigurinë euroatlantike. Britania dhe Ukraina ranë dakord të punojnë së bashku për të shitur teknologjinë e dronave jashtë vendit gjatë një vizite nga presidenti Zelenski në Londër. Udhëheqësit evropian po punojnë që ta mbajnë Ukrainën në fokus, ndërsa vëmendja globale është vendosur në lindjen e mesme. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte u bashkua bisedimeve për të diskutuar dronët, teknologjitë përkatëse dhe sigurinë euroatlantike. 4 vjet pas pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia, Kievi është bërë një lider botëror në teknologjitë e dronave dhe antidronave. Britania, një aleat e ngurtë, dëshiron ta ndihmojë Ukrainën të përdorë atë pozicion për të mbështetur vendet në gjirin persik, të cilat janë në sulme të rregullta nga Irani, përfshirë edhe nga dronët Shahed, me të cilët Teherani i ka furnizuar edhe Moskën dhe janë bërë një nga armët kryesore të Rusisë. Zelenski tha se më shumë se 200 specialistë ukrainas janë vendosur në të gjithë lindjen e mesme dhe rajonin e gjirit, ku janë dërguar me kërkesë të partnerëve përfshirë Shëban. Ai shtoi se kjo është pjesë e një marrëveshje më të gjerë për dronët e propozuar Shëbas dhe Ukraina është e përgatitur të ofrojë marrëveshje të ngjashme të gjithë partnerëve të saj. Starmer tha të hënën se aleatët nuk duhet të shpërqendrohen në mbështetjen e tyre për Ukrainën nga konflikti në rritje në lindjen e mesme, duke thënë se lufta dhe rritja pësuese e çmimeve të energjisë nuk duhet të sjellin të ardhura shtesë për Putinin. Në takimin në Londër, Starmer dhe Zelenski ranë dakord për një partneritet të ri ushtarako-industrial që synon rritjen e furnizimit me dron dhe sigurimin e përdorimit efektiv të inteligjencës artificiale në fushën e betejës, thuaj në një deklaratë të qeverisë britanike. Ekspertiza e Ukrainës në dron do të kombinohet me bazën prodhuese të Britanisë për të rritur furnizimin me dron, thuhet në deklaratë. Berlini dhe Parisi janë në kërkim të rrugëve të bashkëpunimit për një projekt të madh të prodhimit të avionëve luftarak të avancuar. Presidenti Macron dhe kancelari Merz pritet të takohen për të dhënë fund mosmarrëveshjeve që kanë kompanitë e 2 vendeve për projektin. Udhëheqësit e Francës dhe Gjermanisë do të diskutojnë programin e avionëve luftarak. Planet për të zhvilluar një sistem futuristik luftimi ajror së bashku me Spanjën kanë mbetur pezull për shkak të një mosmarrëveshjeje publike mbi kontrollin midis Dassault Aviation të Francës dhe Airbus, e cila përfaqëson Gjermaninë dhe Spanjën në projektin 100 miliard eurosh. Zyra e presidentit francez Emmanuel Macron konfirmoi se ai dhe kancelari gjerman do të takoheshin të mërkurën në mbrëmje përpara samitit të 19 dhe 20 marsit. Edhe një burim nga qeveria gjermane tha se sistemi i luftimit ajror ishte ndër temat e diskutuara. Macron nisi projektin së bashku me kancelaren e atëhershme gjermane Angela Merkel në vitin 2017, ndërsa Spanja ju bashkua më vonë. Ministri i jashtëm gjerman tha se ishte optimist se Berlini dhe Parisi do të vazhdojnë të punojnë së bashku në të gjitha termat e rëndësishëm europian, përfshirë sigurinë. Shoqata e industrisë hapësinore e Gjermanisë bëri thirrje për një avion luftarak në udhëheqjen gjermane, si pjesë e një rikonstruktimi të sistemit të luftimit ajror. Planet aktuale parashikojnë një grup të lidhur digjital të avionëve luftarak me ekuipazh dhe dron luftarak. Prodhuesit kanë pasur mosmarrëveshje gjatë fazës tjetër që përfshin një demonstrues fluturues. Kompania franceze Dassault po bën presion për një kontroll më të qartë të pjesës kryesore të projektit që lidhet me avionët luftarak, duke përfshirë zgjedhjen e furnizimit
furnizuesve, ndërkohë që i ofron Airbusit në të njëjtën qerësi veprimi pjesët ku ai tashmë është normalisht në krye. Airbus ka thënë se marrëveshjet ekzistuese që kërkojnë barazi midis partnerëve duhet të ruhen. Duke folur gjatë një vizite në New Delhi në muajin e kaluar, Macron hodhi poshtë mundësinë që mosmarrëveshjet industriale të errësojnë vendimet e qeverisë mbi zhvillimin e armëve strategjike. Marrëveshja për këtë projekt ka të ngjarë të shkaktojë një riorganizim të aleancave në industrinë e fragmentuar të mbrojtjes në Europë. Mes konflikteve të ashpra globale, por edhe problemeve në rritje nga ndryshimet klimatike, sigurimi i ushqimit është një sfidë e madhe. Kronika në vijim sjell një vështrim se sa të qëndrueshme janë sistemet ushqimore të Europës. Ndërsa sfidat globale të ushqimit shtohen, edhe kombet më rezistente po duken të cënueshme, ndërsa bota nxiton të ushqejë një numër prej 10 miliard njerëzish deri në vitin 2050. Ndryshimi i klimës, kufizimet tregtare dhe konfliktet globale në vitet e fundit kanë treguar se sa sfiduese mund të jetë që prodhimi dhe shpërndarja e ushqimit të vazhdojë si zakonisht. Megjithatë, disa vende po tregojnë këmbguljen e tyre. Portugalia kryeson listën me sistemet ushqimore më elastike në nivel global, e ndjekur nga Franca dhe Mbretëria e Bashkuar sipas një indeksi të ri prej 60 vendesh nga Economist Impact. Studimi analizoi vendet në 4 shtylla kryesore: përballueshmëria e ushqimit, disponueshmëria e tij, cilësia dhe siguria e tij dhe reagimi ndaj rrezikut klimatik. Raporti zbulon se edhe sistemet më elastike në indeks nuk marrin më shumë se 80 nga 100 pikë. Reagimi ndaj rrezikeve klimatike është shtylla më e dobët e indeksit, me rezultat mesatar 56 pikë, edhe pse shumica e vendeve kanë bërë zgjedhje të qëndrueshme bujqësore. Në këtë seksion Mbretëria e Bashkuar renditet e para, me 71 nga 100 pikë, ndërsa Portugalia renditet e treta, me një rezultat për 69 pikësh. Nga ana tjetër, Rumania e Hungaria janë vendet e Bashkimit Evropian më pak rezistente. Po cilat janë prodhuesit më të mëdhenj të ushqimit? Vetëm 15 vende prodhojnë 70% të ushqimit në botë, me Francën dhe Gjermaninë si të vetmet vendet në Bashkimin Evropian në listë. Nga ana tjetër, Franca, Holanda, Gjermania, Belgjika, Spanja dhe Polonia janë ndër eksportuesit kryesor të ushqimit në botë. Hulumtimi tregon se një numër i vogël vendesh dhe korridoresh tregtare mbështesin pjesën më të madhe të sigurisë ushqimore në botë. Sistemet ushqimore elastike janë të rëndësishme, sepse sigurojnë akses në dieta të shëndetshme dhe të përballueshme. Në Europë, kostoja një diete të shëndetshme është 2.42% e PBB-s mesatare për frym. Ky është çmimi më i ulët në botë. Mbetjet ushqimore janë po ashtu problem për sistemet ushqimore, pasi 13% e produkteve humbasin para se të arrijnë në shitje me pakicë dhe 19% e tyre shpërdoren në nivel familjar. Kina vijon të nxjisë kuriozitetin global me avancimin e saj në inteligjencën artificiale. I këtij niveli është edhe modeli hedhur së fundmi në rrjet në mënyrë anonime, por që dyshohet se është zhvilluar nga platforma DeepSeek. Një model i fuqishëm i inteligjencës artificiale që u shfaq në mënyrë anonime në një platformë zhvilluesisht javën e kaluar ka ngjallur spekulime se startupi kinez DeepSeek mund të jetë duke testuar në heshtje sistemin e tij të gjeneratës së ardhshme përpara një prezantimi zyrtar. Modeli falas i quajtur Hunter Alpha, që u shfaq në platformën e portës së inteligjencës artificiale OpenRouter më 11 mars, u përshkrua nga platforma si një model i fshehtë. Por Hunter Alpha e përshkroi veten si një model kinez i inteligjencës artificiale i trajnuar kryesisht në gjuhën kineze, pa pranuar të identifikonte zhvilluesin e tij. As DeepSeek dhe as OpenRouter nuk e kanë identifikuar krijuesin e modelit. Faqja e profilit të Hunter Alpha e përshkruan atë si një model me 1 trilion parametra, që do të thotë se është trajnuar duke përdorur afërsisht 1 trilion vlera të rregullueshme që përcaktojnë se si sistemi përpunon gjuhën dhe gjeneron përgjigje. Ky specifikim ngjan me pritjet në mediat lokale për modelin V4 të gjeneratës së ardhshme të DeepSeek, të cilin mediat kineze kanë raportuar se mund të lançohet që në prill. DeepSeek, si shumë konkurrentët e tij kinez, është i financuar mirë. Megjithatë, ka një strukturë të pasakon, duke pasur parasysh se kompania MIM është një sfond spekulativ dhe jo një konglomerat teknologjik. Shkalla dhe kapaciteti memores së Hunter Alpha përputhet gjithashtu me specifikimet që kanë qarkulluar për DeepSeek V4. Nxjerrja e modeleve anonime nuk është e pazakontë, pasi platforma si OpenRouter u lejon zhvilluesve të dërgojnë 10 modele të AI-t përmes një ndërfaqeje të vetme, duke i bërë ato një terren të njohur testimi për sisteme të reja. Një njoftim në faqen e profilit të Hunter Alpha thuhet se të gjitha kërkesat dhe plotësimet për modelin regjistrohen nga furnizuesi dhe mund të përdoren për të përmirësuar atë, duke nënvizuar praktikën në të gjithë industrinë e modeleve të fshehta për reagime të paanshme. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, shtregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn.
Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.